Vazhdon pastrimi rrugëve nga kompania Ekodrinia këtu në Krushet Madhe me rastin e 27 vjetorit të rëndëve të lirisë në Krushe. Nesër na vinë prej kryeministrit dhe presidentës e shumë njerëz nga gjitha anët e Kosovës. Dobimi fillon në ora 11. Jo me presin Krushet Madhe. Vaka. Krusha po pastrohet për nesër. Krusha u këshilhotit për zbukurohet për nesër. Edhe këto kemi minxart. Me boni dhe rast më të mirë, kemi mjallë lula, se disa kanë thonë, si pas këta si, për s'ka pas njerës. Tash unë një vit jam pushim, gjithë shka për Krushet dhe jo pëstoj, çdo ditë pune, çdo aksion që kom e marrë. U bonëm bashkë sot gjatë punimve në kompleksin memorial për respekt të radio-televizionit shqiptar dhe top channelit që na kanë ardhur nga Shqipëria, që falë Shqipërisë Kosova është e lirë. Një nga kontributet më të mëdha prej armatosjes grupeve të para e ushtrimeve ushtarake me Adem Jasharin e Zahir Parazitin, Shqipëria na ka dalë krah. Respekt Shqipëria! Respekt!